Cili do t'jetë fati i SPAK-ut pas mandatit të 4? Unë mendoj që prokuroria e posaçme do vazhdoj punën e vetë. Reforma e drejtësisë nuk ka kthim mbrapa sepse është një nga kushtet e rëndësishme për antarësim të shpejtë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe pavarësisht se SPAK-u ka goditur jo pak Partinë Socialiste në para këtyre zgjedhjeve, Edi Rama ishte shumë i qartë që SPAK-u nuk do preket, reforma e drejtësisë shkon përpara. Sigurisht me mundësinë që ai do të ketë tani me më shumë numra, pasi me 84 vota ai mund të kalojë shumë ligje të cilësuara, apo me 93 vota mund të ndryshojë dhe kushtetutën, por nuk mendoj sepse kjo do të jetë një nga parakushtet kryesore për atë që Edi Rama e kishte flamurin kryesor fushat antarësimin e shpejtë në Bashkimin Evropian, duke llogaritur që gjysma e kapitujve që kanë të bëjnë me antarësimin e Shqipërisë ka të bëjë pikërisht me drejtsinë dhe sistemin e drejtësisë. Pastaj do shohim ç'do bëhet me hetimet e mëtejshme të SPAK-ut, me përfshirjen e politikanëve në këto hetime, me çështjet e krimit organizuar, me trafikun e drogës. Po kjo është një nga sfidat që ka Shqipëria përtej këtij momenti. Duhet thënë që Edi Rama angazhoi në këto zgjedhje 2/3 në listat e tij njerëz të rinj, të pakapur, të papërmendur më përpara dhe ka bërë një rinovim jo të vogël të antarëve të grupit parlamentar të Partisë së Ri dhe të Partisë Tij. Kryeministri i Shqipërisë sot kishte bërë një telefonat me ish presidentin e Kosovës, Hashim Thaqin, i cili tashmë ndodhet në Hag. Cili do të jetë raporti i Edi Ramës në të ardhmen me Albin Kurtin, apo edhe me Kosovën në përgjithësi? Raporti i Edi Ramës dhe i Shqipërisë me Kosovën është një raport i pandar, nuk mund të ndash. Sigurisht që me Albin Kurtin ka pasur ditë të mira, shumë, ka pasur dhe ditë këqija, po që duket në kohët e fundit është stabilizuar më shumë, to palëzjedhe nuk pati ndërhyrje nga Kurti në Shqipëri, dhe në sjelltas nga Rama në Kosovë në zgjedhjet e parahershme. Që shpresojmë që të jenë sa më të mira. Duke patur parasysh që Edi Rama ka një projekt politik të antarësimit të shpejtë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nuk besoj që do jetë destruktiv, përkundërzi besoj që marrëdhënia do të jetë gjithmonë më shumë konstruktive. Natyrisht kjo duhet parë edhe përtej marrëdhënieve tyre personale, në marrëdhënie ndërshtetërore apo marrëdhëniet e kombit në përgjithësi, po them që ditë më të mira do të vinë. Për fund, për ta mbyllur këtë pjesë të emisionit ton, kush do e bëj qeverinë më shpejt? Kosova apo Shqipëria? Shqipëria sigurisht se ka numra.